Ka thura më nga qyteti juaj. Ju do rri një herë atje. Për shkak të kushteve klimatike, rendimenti nuk është i durë siç ka qenë vitet e tjera. Ftohtë i ra në momentin më të gabuar sharqirit, ra në kohën e lulëzimit, lidhet që janë të pakta edhe rendimenti normalisht është i pak. Aktualisht problemi tjetër është çmimi, si zakonisht në periudhën divjake. Çmimi është 200 lekë vjetra, kosta nuk mbulohet, kosta e punëtorit është rritur. Tani shpresojmë nxjerrim shpenzimet tona, duke qenë që na kapi dhe kriza e karburantit. Aktualisht këtu janë tek 18 lymë, tek kjo parcel ku jemi dhe të gjitha janë vaditur me pompë me benzinë. Duke parë dhe kostot e karburantit, kostot e punëtorëve, kostot e mbjelljes, fidanit, çdo gjë ushqimi, shpresojmë nxjerrim fitimet tona pak. Cili është tregu juaj? A ka treg? Aktualisht ne jemi duke punuar me eksportin, po na ndihmojnë ato disi, por sido që tjetë puna është çështja e çmimit dhe eksporti është pak shumë nazeli te sharqiri. Qoftë edhe një plagë e vogël që mund të jetë këtu, po siç shikojmë këto, ato ta kthejnë. Duke qenë sharqiri është perfekt siç e shikoni edhe ju, dhe eksporti ka problemet e veta. Kjo është për momentin gjatë. Punë ka, punëtor s'ka, fitime nuk ka, rinia nuk është më, ne që kemi ngelur, po bëjmë maksimumin që të rrim. Edhe unë normalisht, po që kam qenë jashtë jam kthyer. Në tërësi, sipërfaqet e mbjella me sharqinë e divjake janë rritur nga viti në vit apo janë paksuar për shkak të këtyre problemeve që ju thatë? Këtë vit sipërfaqja është pak më reduktuar, duke qenë se vjet që një sipërfaqe jashtëzakonisht e madhe gjithë bashkinë e divjakës, gjithë fshatet e divjakës me sharqi dhe çmimi bëri vetën duke u reduktuar. Po me këto kushte që jemi normalisht vit për vit, sipërfaqja do vinte për reduktuar për shkak të çmimit. Kosto rritet, çmimi ulet. Si kosto punëtorit, si kosto fidanit. Një fidan këtë vit është blerë me 650 lekë. Llogaritë vetë tash i koston. Plasmasi po kushton, plasmasi zi po ashtu kushton, punimi i tokave kushton, plerat kimike janë rritur këtu, është hedhur domethënë dapi i bazë është hedhur me 125.000 lekë kuintal. Tani kostot këtu janë thjesht jemi në atë situatë, domethënë që thjesht mbijetojmë, punojmë, të ushqehemi, se për gjë tjetër nuk bëhet fjalë. Thatë që jeni kthyer nga emigrimi, cila ishte arsyeja? Do të rini përgjithmonë në Shqipëri? Nga emigrimi jemi kthyer për shkak të familjes, duke pasur nevojë për krah punëtor këtu, duke ndenjur pranë. Normalisht siç është situata do rikthehemi prapë ku kemi qenë, duke qenë se unë jam me nën shtëpi tjetër, nuk kam problem për lëvizje. Po ideja është të krijojmë diçka në vendin tonë. Kemi investuar gjithë jetën tonë këtu, pse duhet të ikim jashtë. Kjo është ideja. Sipërfaqe si sipërfaqe, gjitha kemi mbjellë afër 22 lymë tokë. Sharqi. Tani tregu po vjen ditës duke rënë. Tani se kush e ka hajën, në s'dim gjë. Kështu që pretendonin për të marrë më shumë, koha nuk na bëri, nuk na ndihmoi koha që tip të rendimenti që kemi marrë vitet e tjera. Po paktën të bënim lek këtë që kemi bërë. Me sa filloi dhe sa është çmimi i sharqirit aktualisht? Për të filluar, themi që filloi, po shitën serrat fillimi sharqirin e mirë. Don nisi me 200 lekë të reja kilja dhe sot është me 20 lekë më shumë tash me 20 lekë të reja. Për një muaj ka vajtur këtu çmimi. Ne me këtë çmim nuk lejmë dot as kratë e punës. Fitim njëherë jo njëherë po më. Cili është problemi tjetër përveç çmimit që ju hasni në këtë sezon? Krah punës. Krah punën nuk ka, jemi të lutur me dhe ato persona që janë punojnë. Shikojnë interesin e vet. Çmimi i krahut punës është rritur shumë. Do nga vat 25.000 lekë toni. Tani urdhro tash është me 200 lekë kilën. Edhe 25.000 lekë i do për ton i do krahu punës. Ato marrin punën e vet, se punojnë dhe e don. Alle ne nuk na leveriz nga puna çmimit. Çmimi ka për momentin është shumë i ulët.
Lloj vogël mirë që lloj vogël mirë që